prej institucioneve të vendit, prej shtetit në këtë rast, mi shty bizneset në sistem në kësi avantura ose në kësi sisteme. Zotësia e një qeveri është kur biznesin prej jo formalitetit e sjellë në formalitet. E jo prej formalitetit me nxjerrë në jo formalitet. Dhe pyetjet që ju kishin bizneset për kryetarin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike ishte se unë vitin e kaluar mi kom pas 50 punëtor, por këtë vetëm ka rrok kërkesa dhe du mi pas 45. Dhe tha ishte kategorik që jo, ti 50 mirë të vitit 2024, ke dal njerë tregun e lirë dhe ma nuk mund të kthehesh në tregun e rregulluar. Edhe po që me se 10 punëtor. 10 punëtor. Tani çka ndodh kjo? Kompanit tentojnë, edhe pse po mirë 2024, mirë po kompanit ndoshta tentojnë me bëj edhe ndarje në 2-3 kompani. Njësi. Kompani për me ul qarkullimin ose për me ul numrin e punëtorëve. Kështu që nuk është e drejtë. Dhe po sa mund gjejmë forma. Po them hipotetikisht. Edhe unë po pyes hipotetikisht, çfarë mund prodhoj kjo kur vendosën njerëz para një presioni të tillë? Mund t'i shtyt gjejnë mënyra tjera që nuk janë të lehtëshme, nuk janë të shëndetshme për ekonomi. Frigën e kam se ne jemi duke humb këto biznese, që janë bizneset më të vlerësuara në rajon. Unë jam edhe udhëheqës i odave të Ballkanit Perëndimor dhe e di sa bizneset tona janë të lakmume dhe të kërkume për me pas sistem biznes me to, për me pas marrëdhënie partneritetit me bizneset tona. Dhe kom frikë, duke po dhënat zyrtare, këto 2 vitet e fundit sa është investu në Maqedoninë e Veriut dhe sa është investu në Shqipëri nga ana e bizneseve tona, që unë kisha pas dëshirë ato investime, mi pas në Kosovë, zgjerimin e biznesit në Kosovë, dhe e dyta që nëse dikush është motor i sjelljes investimeve të huaja janë pikërisht bizneset tona, se nuk vinë për hatë të Tixit ose Ypsilonit, pse është në pozita publike, po vinë se shohin një biznes të performuar mirë. Dhe kur e respektojmë biznesin e vendit, ne e respektojmë edhe biznesin e huaj. Tash duke u krahasuar rajonin gjithnjë, qeveria dje tha që mbetet partneri më i afërt i sektorit privat. A është realisht qeveria e Kosovës sot partner i sektorit privat? Me që tha këto veprime që ka ndosë është. Së mund të shujmë. Dëmë ndërida 2 gjana që me 2 parafolës teme. E para, na kemi kompani tonantare cila ka kërkun nga zërreja rritjen temi të kapaciteteve të veta për prodhim të energjisë për nevojave të naken nga panelet solare dhe zërreja ka këthy përgjigje negative, duke thënë se ju e keni arritur temi maksimumin e lejume që ka, edhe nuk e ka lejume bon investim të tillë. Situatën të që përmene edhe kryetari i Odës është shumë e vërtet, përpas që lakmojnë, mund t'ju konfirmoj që kanë marrë edhe kërkesa ose oferta zyrtare, të fillu prej Maqedonisë, që ju kanë marrë bizneseve tona për nëse jo bartje të themit maqinerisë spektujt, po hapjen e një kompanie të re duke ofruar jashtëzakonisht kushte shumë më shumë të favorshme sa që sa do ofron Kosova. Pra, duke ditur që po hasin vështirësi tilla, u bëjnë shpejt. Veç o rritë edhe më shumë. Sa më shumë që po shohit, se gara është e madhe në gjithë rajonin. Agresivitet për mi marrë bizneset tona. Unë vetë kom kërkesë që mi qitë në kontakt me bizneset tona që janë. Dhe zgjidh ku po do mu vendos krejt subvencionet e mundshme e ki, vetëm hajde prodhon Maqedoni ose në Shqipëri. Edhe Shqipëria e bën një gjë të tillë? Jo, këtë janë të hapur. Se ka parë që Shqipëria ka problem real me numrin e punëtorëve. Po marrin punëtor nga India, nga Pakistani. Kjo është çështje tjetër, mungesa e fuqisë punëtore ose importimi i fuqisë punëtore, sidomos në pjesën e turizmit. Po a ka një shtet që nuk e do me pas një prodhim, që nuk e do me pas një investim të huaj? Kushtimi përmeni diçka tjetër. Falë, edhe Gjermania ka shumë punëtor të huaj, po është keq Gjermania. S'do të thotë që kërkesa për punëtor të huaj tregon që ekonomia në vendit është keq. Por po flas cilat do të ishin ato sfida të reja që vijnë për një biznes që potencialisht bartët në rajon, për shembull. Kur në kushtim pate me shtu diqka? Po, dashta me shtu, mu lidh pse po batë kjo kërkes ka që madhe në pas komunikimeve për me dalë në tregun e lirë. Një prej arsyeve që na u kam përmend vazhdimisht nga zërreja pse po dojna me dalë në tregun e lirë është për shkak të kriterit që është shënuar në ligj për shkak të raporteve me Bashkimin Evropian, për shkak kriterit për mbushjes kriterit të energjisë. Po tash para mendoj çfarë situate jemi aktualisht. Jemi në situatë ku na jemi në sanksione për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, po dojmë mi fundos bizneset prodhuese për shkak të një kriterit e Bashkimit Evropian. Pe përmendmi, pe përsërismi, jo një herë, s'disa herë. Nëse i bëjmë listimin e arsyeve
pse duhet shtyhet, ne po thojmë spaku edhe një vit, Qartë. dhe arsyeve pse i jep ZRE-ja që nuk duhet shtyhen, ka diskrepancë shumë të Cilat janë madhe. arsyet? Një prej arsyeve që thot ZRE-ja, edhe vendimet e mahershme i kom hidhur dhe i kom lexu, u kanë edhe njëri që s'ka pas, domethënë, treg nga furnizues tjerë, ka qenë vetëm një furnizues, edhe sot është veç një. S'ka pas konkurrencë, edhe sot s'ka konkurrencë. Si një. ZRE-ja jep këtë arsye? Një prej arsyeve në vendimet e mahershme ka qenë, përveç domethënë kur u shtyn 2021, atëherë u shty edhe për shkak të çështjes së pandemisë, po edhe s'ka pas konkurrueshmëri në treg. Njëjtë edhe atëherë janë kanë ofërcisht këta operatorë të licencuar nëse s'gaboj. Kjo çështje që përmendi kushtrimi, që bizneset me forcat e tyre kanë investuar në resurse alternative të energjisë, por dikush mund të prodhojë më shumë dhe pastaj energjinë e tepruar synon ta hedhë në treg. Ka situata të tilla ku i ka penguar, përmende kushtrim, po keni konkretisht dikë që ankohet që është penguar ta hedhë në Sepse është sistem limiti, po, energji sepse limitin që e tepërt? po, ti ke mujt me investu me ligjet si ka qenë, edhe ndryshimin e fundit, ti ke mujt me investu 1 megawatt në solare, vetëm 100 kW ke pas të drejt me qitë në rjetë. Diferencën ju. Me ligjin e ri, o ndryshu kush është ndheq i lidh, mundet me qitë deri në 200 kW. Von 800 nuk mundet me qitë. Si pas njoftimeve të ZRE-s, tash, po thot, nëse ju liberalizoni, mundeni me i qitë në treg edhe ato diferencët. Pra ndaj, domethënë, paramendo, nuk ka biznes që i din këto kritere. Na po kërkojmë kohë me mësu këto kritere, bashkarisht, sepse jemi një institucion. Buxhetit që mlidhet bina 10% prej bizneseve private. Na dojmë edhe informim, na dojmë edhe edukim për këtë barjera pjesë. që vë ZRE-ja, sa i stimulojnë njerëz të investojnë kapacitetin resurse energjetike alternative, apo i dekurajojnë? Është dikush ju konkretisht, a do të investonin Po jemi të detyruar, por në formë nëse ju tjetër. të pranë energjia elektrike? Po, ne deri tash jemi duke finalizuar, domethënë, kompletimin e këtij investimit që kap 1.2 megawatt. Mirë, po problemi është, po nuk u investu ndoshta në bateri. Problemi është që unë e kam nxjerrë një kurvë të çmimit. Çmimi më i ulët është pikërisht momenti kur prodhohen, domethënë madje ndodh ka herë me pas edhe çmim negativ. Të thotë nuk është kur prodhojnë solar. ku e di se sa profit nëse ti investon vetëm në solar. Sepse përveç për nevojat tua. Mirë, po nëse shkon me çmim fiks por nëse shkon me çmim variabel, kur sigurisht çmimi në kohën kur prodhohen nga solarët, është edhe ashtu çmimi mund të jetë i lirë. Po çmimi dallon, për shembull, mund të jetë 50 euro megavati në kohën kur prodhohet me solar dhe 250 euro gjatë natës. Dhe kjo krijon një kthim të investimit. Me këtë që thoni nuk ja vlen të investohet aq shumë në solar? Po vetëm solar